Partia Demokratike akuzon prokurorinë e posaçme se nuk po heton siç duhet biznesmenin Ermal Beqiri, i cili është i përfshirë në dosjen e Akshit. Në një deklaratë për media, demokrati Belind Kolliçi, teksa postoi disa foto të avionëve që sipas tij i përkasin Beqirit, shprehet se ai ka fluturuar i lirë me to, ndërsa s'pak nuk ka marrë asnjë mas. Ermal Beqiri u arrestua teksa pilotonte avionin e tij personal, që është në fakt pikërisht ky avion që shihni në ekran, që mbart logon Soft Solution. Ky avion që shihni në këtë ekran është në pronësi të kompanisë Fly Solution, të regjistruar nga shtetasi Ermal Beqiri në Sloveni. Sipas opozitës, këto mjete duhet të ishin sekuestruar me kohë, por vetë prokuroria e posaçme ka lejuar Beqirin që të lëviz pa pengesa kudo në Europë. Nëse s'pak nderuar qytetar, do të kishte kryer detyrën dhe do të kishte bashkëpunuar me autoritetet slovene. Kjo kompani që sapo ju treguam dhe avionet e saj do të ishin vënë prej kohësh në sekuestro dhe nuk do të përdoreshin dot nga një person i shpallur në kërkim ndërkombëtar si Ermal Beqiri, as për fluturimet e tij personale dhe as për transport të kush e di se çfarë tjetër. Logjika është fare e thjeshtë. Është pikërisht pak autoriteti që ka lejuar shtetasin Ermal Beqiri të lëviz lirshëm. Ermal Beqiri u arrestua në Francë pas fluturimit mbi një reaktor bërthamor. Sipas mediave ndaj tij, u ngritën dyshime për veprimtari spionazhi.